LSDM ka strategji që në mënyrë demokratike ta zhbllokoj kuvendin, por me javë të tëra nuk ndërmerr diçka konkrete, e as nuk shpalos ndonjë mënyrë si do ta bëjë një gjë të tillë. Sot në pyetjen e gazetarëve përgjigje konkrete nuk dha as nënkryetari i LSDM-s dhe deputeti Damian Mançevski, i cili pohon se plani nuk publikohet me qëllim që të shmanget konflikti mes qytetarëve. Do të lejoni që kohën dhe tajmingun ta mbajmë për vete, për të shmangur çdo mundësi për çfarëdo lloj konflikti në mes të qytetarëve. Deri më tani mund të them se shumica parlamentare, ata që dhanë nënshkrimet e tyre, qëndrojnë prapa këtyre nënshkrimeve dhe se në mënyrë të koordinuar do të veprojmë në periudhën e ardhshme. Sipas Mançevskit, zgjedhjet e reja parlamentare nuk janë opsion, pasi ekziston sipas tij mundësia që të përsëritet rezultati i një zgjedhor, ndërsa më pas Ivanov sërish të mos e jep mandatin. LSDM-ja konsideron se urgjentisht duhet të zgjidhet kryeparlamentari, sepse kjo është e vetmja mënyrë për të parandaluar kaosin që do të ndodhë edhe në veçeverisjen lokale. Mandatet e kryetarëve të komunave skadojnë për më pak se 1 muaj, ndërsa kuvendi për këtë shkak tani nuk është në gjendje të shpallë zgjedhjet lokale. Në Maqedoni kemi praktikë të mëparshme se si zgjatet mandati i autoriteteve lokale, dhe ajo bëhet vetëm me vendim të kuvendit të Maqedonisë. Kështu që vetmja mënyrë për të dalë nga kaosi që vijon me humbjen e mandatit të autoriteteve lokale është kuvendi menjëherë të zgjedhë kryeparlamentarin, i cili do të jetë në gjendje të shpallë zgjedhjet lokale. Mançevski vlerëson se duhet të mundsohet transferim paqësor i pushtetit dhe të respektohet vullneti i shumicës së qytetarëve.